Mirë se keni ardhur në një video të re këtu në kanalin tim. Ndodhemi në Shqipëri. Unë po të ardhur pak më para me Anjën dhe tani ka ardhur edhe Sabi. Ka kaluar diku te një javë që nga momenti që erdha këtu në Shqipëri, edhe nuk e di se si kanë kaluar këto ditët, se me vërtet nuk i kam dirë fare. Në fillim shkova nga mami, pra nga Rina si shkova direkt për në Ballsh, po më shumë kemi ndonjë te nëna dhe pastaj erdhëm këtu në Rajc, po sot në fakt nuk jam në Rajc, jemi nisur për të dalë në Tiranë. Ditët kanë kaluar shumë shpejt sepse kisha edhe kushërirat aty, edhe kisha shumë vite pa i takuar, kështu që me të drejtë nuk kam xhiruar shumë, domethënë thjesht ato ditët e para kam bërë një dy rilca dhe pastaj kam stopuar sepse doja ta shijoja. Edhe sot, duke qenë se po nisemi për Tiranë, jemi vetëm ne të dy, Anjën e kemi lënë me Vjerin dhe Vjerën. Mendova që t'ju marr edhe juve dhe t'i rikthehemi edhe një herë kohërave të vjetra, se për ata që nuk e din, ne kemi jetuar diku te 6-7 vite në Tiranë, kështu që kemi goxha mall, edhe sa herë kemi kohë të lirë mundohemi që të rikthehemi sepse kemi edhe shoqërinë aty. Përveç faktit që po dalim në Tiranë për shef, kemi për të mbyllur edhe disa punë të vogla, një nga ato është të shohim edhe për disa gjëra për shtëpinë, se në fakt edhe këto ditë që kam marrë këtu në Rajc, jam marrë me... domethënë nuk kemi qenë në shtëpi sepse po merremi me disa ndërtime të shtëpia dhe duhet të gjejmë ato mobiljet edhe gjëra kështu, kështu që edhe sot një nga ndalesa do jetë Mega Teku, ndërsa një ndalesë tjetër do jetë Tegu dhe në fakt kam shumë kohë pa shkuar te Tegu. Kemi një dasëm këto ditë, kështu që do shohim për ndonjë gjë. Unë nuk kam gjetur asgjë nga fustanet, po e kam një ide se ku mund të shoh. Kështu që ky është plani. Mezi po pres që të shkoj në Tiranë tani që të takoj dhe Enin, edhe do takoj me Enin dhe pastaj do dalim nga Tegu dhe në këto gjërat e tjera dhe pastaj kur të mbarojmë këto punët do takoj edhe shoqet e mia që më ka marrë malli shumë, por që do ta hap përsëri kamerën më vonë edhe do ju them edhe do ju tregoj se çfarë do bëjmë sot. Kjo rruga nuk ka përfunduar akoma, edhe gjithë kjo pjesa këtu është kështu në punime sipër. Edhe ndoshta pranojmë pak në fakt se nuk ecet shumë shpejt, por që rëndësi ka që pas gjysore, pas një 2 ore do shkojmë. Keni parasysh ato kujtimet që nxjerr Facebooku, edhe sot më kanë nxjerr një nga këto kujtimet që në të njëjtën ditë para 3 vitesh kam pirë kafe me shoqen që do dalë edhe sot, edhe shikojini pak sa e vogël që ka qenë Anja. Sa po arritëm në Teg, do parkojmë makinën edhe direkt do bëjmë pak shopping. Shopping për burrin, se mua nuk më duhet gjë.
mëngjes nga dita tjetër e këtij vlogu. Jemi zgjuar pak të lodhur në fakt, sepse dje edhe u lodhëm pak. Unë nuk e di pse vendosa që të vesh ato si taka. Domethënë nuk është tak shumë e holl, ishte tak e rehatshme e trash, por megjithatë në rrugët e Tiranës e dini që duhen atlete, po unë mendova se nga që do më linte Sabi aty, nga kafja në kafe, por gjithsesi u lodha me pak fjalë, edhe pse u kënaqem shumë, siç e pa takova shoqet, po nuk xhirova shumë sepse nuk doja që të bësha edhe e bezdisur, minutat iknin shumë shpejt, edhe me muhabet të mirë. Shkuam pastaj provuam ato gjërat që neve na pëlqejnë shumë në Tiranë dhe pastaj në kthim shkuam tek restoranti Fish City që të provonim edhe të hanim ato gjërat e detit, se për mua është i vetmi restorant nga ku ndihem shumë e sigurt kur i ha ato frutat e detit, sepse mbi të gjitha janë shumë të freskëta. Ju e dini që ajo përveç se është një restorant, është tamam një si ta them, një firmë që bën këto gjërat e detit, nuk e di se si ta quash, por që kur shkoj aty, jam e sigurt që do gjej ushqim të mirë, që gatuhet mirë edhe të freskët, edhe me vërtet ashtu ishin, por mbi të gjitha dhe çmimet janë shumë mirë. Ta mendoni, ne ishim 2 veta, porositëm diku te 2-3 gjëra, se darkë ishte mbi të gjitha dhe ne ishim edhe pak full nga gjërat që kishim vënë në Tiranë, edhe fatura na erdhi 35.000 lekë. Unë porosita një peshk, porositëm midhje sote, porositëm ato açuket e marinuara, Sabi mori makarona me fruta deti, 2 verë, pra të gjitha këto bën diku te 35 euro dhe mu duk me vërtet shumë lirë. Shkuam gjithashtu tek Zara, mora ja 2-3 gjëra për Sabin, morëm një këmish të bardh, ai kishte edhe të bardhë të zezë, po tham ok, po marrim një të re, se ato në fakt po bën diku te 2 vite që i kemi bler, edhe morëm një të re, kemi marrë këtë, rinte shumë bukur dhe mbi të gjitha më pëlqeu shumë edhe materiali që ishte kështu i bardh. Mori një palë pantallona serioze. Në fakt to nuk janë as pantallona serioze, as xhinse, janë diku në mes, por që zgjodhëm këto të zeza. Kjo është veshja që do veshi për dasëm. Dhe mori dhe një bluzë tjetër në këto që ka ndalë kështu, që ka ketë praktike për këto ditë që do jemi këtu, edhe pse ka marrë roba, po më pëlqeu shumë stili, edhe ngjyra i shkonte shumë. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm tek Zara, unë nuk pash fare, nuk u futa fare me asnjë vend, sepse ju e dini që unë tani kam shumë roba, edhe paka shumë çdo gjë që më duhet e marr me bashkëpunime, kështu që nuk më duhet gjë. Gjithashtu shoqja ime më ka bërë një dhuratë, nuk e prisja në fakt sepse unë shkova duar bosh këtë herë, por që i ka bler Anjës diçka, edhe mua diçka. I ka marrë një nga këto setet kështu dhe më tha që ja zgjova me balerinën, se e dinte që Anja fillon në shkurt baletin, edhe di që është e fiksuar me këto të balerinës, kështu që ja ka zgjedhur me këtë ikonën këtu, me balerinë, edhe me streqet roz. Dhe nuk ka harruar edhe shoqen e vet, më ka bërë dhe mua një dhuratë të vogël këtu, por nuk po i hap tani, dhe një çokoladë. E di që po e shef këtë video, se që në fillimet e mia që kam hapur YouTube-in, ke qenë suportuesja ime më e madhe, të put shumë. Do ju tregoj planin e ditës së sotme. Sot kemi për të shkuar në Pogradec. Në Pogradec unë kam kushërirën e Sabit që ka hapur dyqan me fustane me qera dhe do shkoj që do të zgjedh një fustan aty që ta kem për tasën. Do provoj, po të shohim se nuk e kam ide se çfarë mund të përgjith, po ajo ka goxha fustane aty, kështu që e sigurt që do e gjej një. Nuk e kam merak për këtë. Kemi gjithashtu edhe motrën e Sabit aty, do e takojmë edhe motrën e Sabit dhe paka shumë ky është plani për sot. Pogradeci më pëlqen shumë, megjithëse koha sot është goxha vrentur, por nga nesër e tujte do e kemi kohë të mirë, kështu që kemi plane të tjera në fakt, edhe zore se do na bjerë në një ditë që të rrim këtu në shtëpi, por që unë do mundohem që të xhiroj pak nga pak për ditë. Përshëndetje nga një ditë tjetër e këtij vlogu. Jam munduar që të xhiroj nga pak për ditë, megjithëse këto kohë të fundit kam 2 ditë që nuk kam xhiruar sepse kemi qenë goxha të zënë me punë aty te shtëpia. Siç ju thash, po merremi edhe me pak ndërtime aty te shtëpia dhe jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje, po e dini që edhe kur vim këtu në Shqipëri ditët ikin shumë shpejt, edhe ndërkohë po mundohem që edhe ta shijojmë, por ndërkohë kam nisur të bëj edhe një vlog dhe sot është ditë e enjte, ora është
do me thëmë po shkon 3-5 dite dhe unë kam lënë orar te parukeria, do ju marrë me vete dhe do ju tregoj rezultatin. Kam menduar që të lyej pak flokët sot, ndoshta heq edhe pak vetullat, për thonjë nuk e dia do kem kohë apo jo se nuk kam lënë orar, por që ta shohim, unë do ju tregoj rezultatin në fund, po qëllimi im sot është që të lyej flokët një ngjyrë sepse te rrënja e kam ngjyrën time, pra ngjyra natyrale dhe pastaj këtu ku kam heq të zezën, më ka dalë pak si më e kuqe, kështu që dua ta bëj një ngjyrë flokun, do shohim se çfarë do bëj. Tani do iki se jam vonë, por do ta hap kamerën më vonë që t'ju tregoj edhe rezultatin. Gjendja jonë sot, kemi përfunduar si unë edhe Anja në spital, kemi bërë surume dhe gjilpëra dhe këto janë të gjitha ilaçet dhe gjilpërat që morëm. Mua më ka dhënë 5 gjilpëra për të bërë, edhe këto janë edhe ilaçet, një mal me ilaçe për të dyja ne. Dua t'ju them që të ruheni sepse me vërtet që është një virus shumë e keqe. Doktorët thoshin që është si tip Covidi, se edhe nuk flas dot më tepër.